Pensionistëve të Prishtinës ju bashkuan edhe kolegët nga qytetet tjera. Nga komuna Qirani! Ata erdhen këtu të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave të tyre përmes ligjit. Por para se të nisin protestën, sindikalistët u morën me antarët e shoqatës së pensionistëve të Kosovës, të cilët nuk ju bashkangjitën. Ata pinë kafe 2-3 orë edhe nëmën tyne thojnë dhe kur vjen puna mi paraqit kërkesat e pensionistëve, ata thojnë nuk ka nevojë për protesta. Pavarësisht mungesës së unitetit, ata paraqitën kërkesat e tyre. Të nxirret ligji i sigurimit pensional e invalidor, i cili garanton pensionin në bazë të punës dhe kontributeve të realizuara nga puna. Por kështu të qetë nuk u pan kur shkuan para institucioneve kryesore të Kosovës. Sa më para më dalë para pensionerëve. Duhet me ditë që pensionerët e kanë tërtuar qytetin. Pensionerët e kanë ngritur qytetin. E ja ju qenë që vini mrena. Provuan edhe të hyjnë brenda. Përgjigjen e dojmë, përgjigjen e dojmë. E derisa këta po protestonin, përfaqësues nga shoqata e pensionistëve të Kosovës, siç thanë edhe vet, ishin duke festuar për vjetorin e maturës. Njëri nga ata ndërpreu për pak festën për të treguar arsyen pse edhe ata nuk dolën në rrugë. Të drejtat tona kryesisht të mundohen me i realizu në mënyrë institucionale, jo me kërkesa në për rrugë, jo me maltretimin e pensionistëve. Ndërkaq pasi qëndruan më shumë se një orë dhe se askush nuk ju përgjigj, pensionistët u shpërndan.